Rrugëtimi i konkurrentëve të spektaklit Albania's Got Talent po i afrohet fundit. Sot do të mbahet gjysmëfinalja e 4, nga e cila do të shpallen edhe 2 finalistët e radhës. Një mbrëmje emocionesh të bukura, por edhe plot të papriturave, do të transmetohet në ekranin e Vision Plus. Teksa ka mbetur vetëm pak deri në finalen e madhe, publiku pret me padurim se kush do të jenë 2 talentet e mbrëmjes që do të bashkohen finalistëve të zgjedhur nga 3 gjysmëfinalet e mbajtura, por edhe atyre që janë bërë pjesë përmes butonit të artë në netët e audicioneve. Këto përzgjedhje mbeten sfiduese për Agron Llakajn, Adelina Ismailin, Elsa Lilën dhe Castro Zizon, pasi do të duhet të përzgjedhin mes më të talentuarve. Roan Bejleri. Edhe kjo gjysmëfinale e 4 premton surpriza dhe performanca që vetëm spektakli Albania's Got Talent di të sjellë. Edhe të garës, konkurenca e fortë, si dhe dëshira për të qenë pjesë e finales, do t'i bëjë 10 konkurrentët e fundit të japin më të mirën e tyre. Ndaj, mos e humbisni këtë gjysmëfinale të Albania's Got Talent, ku jo vetëm do të shihoni një spektakël të vërtet, por do të zbuloni edhe 2 finalistët e fundit në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus.